Gjatë një tryeze për forcimin e rolit të prokurorëve në luftën kundër krimeve zgjedhore, organizuar nga OSBE dhe Prokuroria e Përgjithshme, ambasadori i prezentës së OSBE, Michel Taran, theksoi se fenomene si shitblerja e votës apo keqpërdorimi i administratës e deri tek friksimi i votuesve vijojnë të jenë element shqetësues të cilët institucionet përkatëse hetuese duhet i kenë në vëmendje në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Raportet përfunditare të Odirit për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 dhe ato vendore të vitit 2023 vënë në dukje se krimi zgjedhor, në veçanti shitblerja e votës, keqpërdorimi i burimeve të administratës dhe frikësimi i votuesve vazhdojnë të jenë çështje shqetësuese. Vlerësoj masat paraprake dhe të bashkërënduara të ndërmarra nga zyra e prokurorit të përgjithshëm, Komisionit Qendror e Zgjedhjeve dhe SPAK-ut dhe Policia e Shtetit. Në krah të ambasadorit ishte prokurori i përgjithshëm, Olsian Çela, sipas të cilit të gjitha institucionet përgjegjëse për hetimin e krimit zgjedhor kanë ngritur kapacitetet e duhura dhe angazhim maksimal ndërinstitucional për të arritur rezultate në parandalimin dhe marrjen e masave për krime zgjedhore. Dhënë hapësirë prokurorisë posaçme, prokurorëve për të qenë më prezent në vendet në cilat mund të kryen vepra penale që janë në kompetencën e tyre, duke i siguruar hapësira, zyra në prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm për gjatë periudhës që do të zgjasë procesi zgjedhor deri ditën e zgjedhjeve. Kjo do të mundsojë nga ana tjetër sërish një komunikim në kohë reale, pa vonesa. Policia ka konstatuar në terren shkelje të ligjit nga partitë politike, pohoi zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë Sokol Bizhga, teksa theksoi se askush nuk do t'i shpëtoj procedimit nga uniformat blu. Kemi evidentuar ca pak raste, jo shumë të rënda, por jemi duke evidentuar. Prandaj është mirë që t'ia bëjmë të gjithë lehtë njëri tjetrit. Ne nuk do të hezitojmë për të proceduar gjithkund, që shkel ligjin, por dhe aktorët politik të jenë më të kujdesshëm lidhur me mbështetësit e tyre në terren. Kreu i KQZ Lirian Cilibashi u kujdes të theksonte se bashkëpunimi mes prokurorisë së përgjithshme, SPAK dhe KQZ nuk është fasad. Dikush ka konsideruar thjesht si një shfaqje të tre institucioneve për të marrë pak vizibilitet publik, por në fakt nuk është kështu dhe me siguri ditët dhe javët në vijim gjatë fushatës zgjedhore do të konfirmojnë angazhimin e vërtet dhe të përgjegjshëm të tre institucioneve. Mes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorisë së Përgjithshme dhe SPAK është nënshkruar edhe një protokoll i koordinimit dhe bashkëpunimit për hetimin e krimeve zgjedhore.